Piktori nga Prishtina Shpëtim Mehmeti për 113 vjetorin e shpalljes së pavarësisë zodhi galerinë Oda në Shkodër për të ekspozuar punimet e tij në akvarel, kushtuar veshjeve tradicionale të të gjitha krahinave shqiptare pa kufi, nga Mitrovica e deri në Çamëri. Ai ka punuar për një kohë të gjatë për përgatitjen e këtyre punimeve dhe në një festë si kjo e pavarësisë, ekspozita është mjaft e përshtatshme. Ju mundu që përmes kësaj pune që me mbet këto përbreza të arshëm, se ndoshta sot nuk është që i shohim shumë këto veshje të veshura të njerëz si përpara që janë vesh, edhe pi harrojmë. Si one edhe kum hulumtu shumë, domthonë në internet kum gjetë fotografi të vjetra edhe i kum pikturuar në teknikën e akvarelit. Mehmeti thekson se veshjet tradicionale janë pjesë shumë e rëndësishme e identitetit tonë kombëtar. Duhet me pas edhe si veshje, unë mendoj që duhet çdo shtëpi si në Shqipëri, si në Kosovë, duhet me pas si veshje në shtëpi. Po nëse nuk mujnë me pas si veshje, bile të paktën me pas një akvarel në punim, pa marrë parasysh temën apo dikujt tjetër. Krahinet e Shqipërisë kanë veshje tradicionale të larmishme, por në të njëjtën kohë ato ruajnë shumë elemente të përbashkëta. Në çdo sen shet diçka që ka lidhshmëri me për shembull jugu i Shqipërisë me të Kosovës, anë na gjen diçka elemente që janë domosdoshmë që kanë diçka të përbashkët. Ekspozita e Shpëtim Mehmetit, tradicionalja në akvarel, zgjoi interesin e dashurve shkodran që në ditën e parë të hapjes.